Kam dëgju që është gjuna, thot, tashën e vjesht me i shkund gjethat e pemës, duhet Milan të binë vetë, a është e vërtet kjo gjë? Kam dëgju kështu, kam dëgju ashtu, më ka thonë njani, po thoj njerëzit, po mdokët, po ma mërmendja, mendoj, këto gjuni poshtë në fejnë Allahut. Feja Zotit është, thot Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'ka kam dëgju. Kuptoni këtë rregull. Pse me këto bestytni? Ma herët po patëm pyetjen që nëse e merr thojt e fëmis edhe ja prejnë për herë të parë ku ka le fëmia, ja qet në bord shkollës bëhet mësues ose mësuese. E me marrë mja qitë në bërloget bëhet bërlog, në ministrit bëhet minister, në parlament bëhet parlamentar, ku e di. O Zot, o Zot, o Zot, o Zot. Vlezër motra, aman, mos, larg, e dini kuj. Keni kujdes këto bestytni, këto budallëqe, mos të kenë vend në zamrat e juja. I keni besu Allahun, keni besu fjallën e Allahut, Kur'anin, sunetin, hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kujdes me këto gjana. Allahu na faltë.